SBA publikon valën e tretë të dosjeve për UFO, dokumentohen sfera misterioze në qiell. Shtetet e Bashkuara kanë publikuar grupin e tretë të dokumenteve të deklasifikuara mbi fenomenet anormale të pa identifikuara të njohura gjërësisht si UFO, duke nxitur sërish interes të madh publik dhe shkencor. Në një deklaratë zyrtare, zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell bëri të ditur se publikimi është pjesë e nismës së administratës së presidentit Trump për rritjen e transparencës lidhur me raportimet dhe hetimet mbi objekte fluturuese të pa identifikuara. Sipas dokumenteve të publikuara, autoritetet amerikane kanë hetuar një sër incidentesh ku janë raportuar objekte të çuditshme që lëvizin në mënyrë të pazakontë pranë zonave të ndjeshme qeveritare dhe ushtarake. Materialet përfshin edhe video ku shfaqen sfera shumë ngjyrshe që lëshojnë dritë të kuqe dhe të verdhë duke lëvizur në qiell me një trajektore që ka ngjallur interesin e hetuesve.